Dashi. Të lindur më, 21 mars, 19 prill. Sot në marrëdhëniet personale do të ndjeni një dëshirë të madhe për të komunikuar hapur ndjenjat tuaja, duke sjellë qartësi mes jush dhe partnerit. Për beqarët, një takim i papritur mund të ndezë një flak të re, ndaj mos hezitoni të shpreheni. Në punë do të përballeni me disa sfida të vogla, por aftësia juaj për të bashkëpunuar do t'ju ndihmojë të gjeni zgjidhje të shpejta. Shëndeti mund të kërkojë më shumë kujdes, sidomos në aspektin e lodhjes mendore. Mundohuni të gjeni kohë për relaks dhe për të rifituar energjitë. Në planin financiar, është një ditë e mirë për të rishikuar shpenzimet dhe për të planifikuar buxhetin. Disa mundësi të reja për investime mund të shfaqen, por keni kujdes nga rreziqet e panevojshme. Demi. Të lindur më, 20 prill, 20 maj. Në dashuri, një bisedë e sinqertë me partnerin do të sjellë ndjeshmëri dhe mirëkuptim. Për ata që janë vetëm, një mik i vjetër mund të shfaqet sërish në jetën tuaj dhe të krijojë emocione të reja. Në aspektin profesional, dita është e favorshme për të bërë plane afatgjata dhe për të marrë vendime të rëndësishme. Mos lejoni që detajet e vogla t'ju shpërqendrojnë nga qëllimi kryesor. Shëndeti do të jetë i qëndrueshëm, por një dietë më e balancuar do ju bëjë të ndiheni më energjik. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por është mirë të shmangni shpenzimet impulsive. Ndiqni intuitën për të bërë zgjedhje të mençura ekonomike. Horoskopi ditor. E njëjtë 11 dhjetor 2025. Në marrëdhëniet personale sot do të ndjeni një nevojë më të madhe për pavarësi, gjë që mund të sjellë tensione të vogla me partnerin. Nëse jeni beqar, mos hezitoni të bëni hapin e parë për të njohur dikë të ri, sepse yjet janë në favorin tuaj. Në punë, kreativiteti do të jetë arma juaj kryesore, duke ju ndihmuar të zgjidhni probleme komplekse. Mund të lindin disa mosmarrëveshje me kolegët, por gjithçka do të zbutet me komunikim të qetë. Shëndeti do të kërkojë vëmendje, sidomos për ata që kanë tendencë për stres. Bëni pushime të shkurtra gjatë ditës për të mbajtur energjinë lartë. Financat do të jenë të qëndrueshme, por mos ndërmerrni rreziqe të panevojshme sot. Daforia. Të lindur më, 21 qershor, 22 korrik. Në dashuri, do të ndjeni një ndjeshmëri të shtuar ndaj ndjenjave të partnerit, duke forcuar lidhjen tuaj. Për beqarët, një takim i rastësishëm mund të kthehet në diçka më serioze, ndaj mbani syt hapur për shenja të reja. Në punë, sukseset do të vinë fal këmbënguljes dhe vëmendjes ndaj detajeve. Mos nënvlerësoni rëndësinë e bashkëpunimit me kolegët, pasi ndihma e tyre do të jetë vendimtare. Shëndeti është i mirë, por mos e teproni me angazhime, sepse lodhja mund të ndikojë në humorin tuaj. Financat janë të qëndrueshme, por është koha e duhur për të menduar për investime të vogla. Mos harroni të shpërbleni veten për përpjekjet e fundit. Luani. Të lindur më, 23 korrik, 22 gusht. Sot do të ndjeni një entuziazëm të ri në marrëdhënien tuaj, duke sjellë energji pozitive dhe momente të këndshme. Beqarët duhet të jenë të hapur ndaj mundësive të reja, pasi një takim i papritur mund të rezultojë shumë interesant. Në aspektin profesional do të keni mundësinë të tregoni aftësitë tuaja dhe të fitoni respektin e kolegëve. Mos lejoni që komentet negative të tjerëve t'ju ndalojnë nga synimet tuaja. Shëndeti është në nivel të mirë, por një aktivitet fizik i lehtë do ju ndihmojë të ndiheni edhe më mirë. Financat do të përmirësohen ngadalë, sidomos nëse tregoheni të kujdesshëm me shpenzimet. Është dita e duhur për të bërë plane të reja ekonomike. Virgjëresha. Të lindur më, 23 gusht, 22 shtator. Në marrëdhëniet romantike do të ndjeni nevojën për më shumë intimitet dhe mirëkuptim. Një bisedë e thellë me partnerin do të sjellë qartësi dhe do të forcojë lidhjen tuaj. Për beqarët është një ditë ideale për të njohur njerëz të rinj nëpërmjet rrethit shoqëror. Në punë mund të përballeni me disa vonesa, por durimi do të shpërblehet në fund të ditës. Kujdesuni për shëndetin, veçanërisht për sistemin tretës, duke zgjedhur ushqime më të lehta. Financat mbeten të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme.
Një mundësi e papritur për fitim shtesë mund të shfaqet, ndaj qëndroni të vëmendshëm. Peshorja. Të lindur më, 23 shtator, 22 tetor. Sot në dashuri do të ndjeni një nevojë të veçantë për të qenë të sinqertë dhe të hapur me partnerin, gjë që do të sjellë harmoni në çift. Beqarët do të kenë mundësi të takojnë dikë të veçantë në një ambient të ri. Në punë, vëmendja ndaj detajeve do të jetë çelësi i suksesit, ndaj mos lini asgjë pas dore. Disa sfida të vogla mund të shfaqen, por me këmbëngulje do t'i kaloni me sukses. Shëndeti është i qëndrueshëm, por një pushim i shkurtër gjatë ditës do t'ju ndihmojë të rifitoni energjinë. Financat janë të stabilizuara, por është mirë të bëni një planifikim afatgjallë. Investimet e vogla mund të japin fryte në të ardhmen. Akrepi. Të lindur më, 23 tetor, 21 nëntor. Në marrëdhëniet personale sot mund të shfaqen disa keqkuptime të vogla, por me pak përkushtim gjithçka do të zgjidhet. Beqarët duhet të jenë më të hapur ndaj ndryshimeve dhe të pranojnë ftesa të reja. Në aspektin profesional, dita është e favorshme për projekte të reja apo bashkëpunime të frytshme. Mos u friksoni nga përgjegjësitë shtesë, sepse do të fitoni përvojë të vlefshme. Shëndeti mund të ndikohet nga stresi, ndaj praktikoni aktivitete relaksuese për të ruajtur balancën. Financat janë në një fazë të mirë, por shmangni huazimet ose shpenzimet e tepërta sot. Një këshill nga një mik mund t'ju ndihmojë të menaxhoni më mirë buxhetin. Shigjetari. Të lindur më, 22 nëntor, 21 dhjetor. Në dashuri do të ndjeni dëshirën për të bërë surpriza të këndshme për partnerin, duke sjellë më shumë gëzim në marrëdhënie. Beqarët mund të takojnë dikë që do t'i impresionojë me energjinë dhe pozitivitetin e tyre. Në punë, dita do të jetë intensive, por do të arrini të përfundoni gjithçka me sukses fal organizimit të mirë. Mos lejoni që detyrat e shumta t'ju mbingarkojnë, ndaj ndani kohën me mençuri. Shëndeti do të jetë i mirë, por është e rëndësishme të qëndroni të hidratuar gjatë gjithë ditës. Financat janë të qëndrueshme, por shmangni blerjet impulsive. Një mundësi e re për fitim shtesë mund të shfaqet në mbrëmje. Britsjapi. Të lindur më, 22 dhjetor, 19 janar. Në marrëdhëniet personale do të ndjeni një harmoni të veçantë që do të forcojë lidhjet tuaja emocionale. Për beqarët, një njohje e re që mund të fillojë sot do të ketë potencial për diçka më shumë në të ardhmen. Në punë do të keni mundësinë të shfaqni aftësitë tuaja drejtuese dhe të fitoni vlerësimin e eprorëve. Disa detyra të papritura mund të kërkojnë fleksibilitet, por do t'i menaxhoni me sukses. Shëndeti do të jetë i mirë nëse ruani balancën mes punës dhe pushimit. Financat janë të stabilizuara, por mos u nxitoni në investime të mëdha. Merrni kohë për të analizuar çdo mundësi që ju shfaqet. Ujori. Të lindur më, 20 janar, 18 shkurt. Në dashuri do të ndjeni nevojën për të thelluar lidhjen me partnerin përmes bisedave të sinqerta. Për beqarët, një takim i rastësishëm mund të kthehet në diçka më serioze nëse tregoheni të hapur ndaj emocioneve. Në punë, dita është e favorshme për bashkëpunime dhe projekte të reja që mund të nisin me sukses. Mos ja anashkaloni detajet e vogla, sepse ato mund të bëjnë diferencën në rezultatet përfundimtare. Kujdesuni për shëndetin duke i kushtuar vëmendje aktivitetit fizik dhe pushimit të mjaftueshëm. Financat janë të qëndrueshme, por shmangni rreziqet e panevojshme sot. Një këshill nga dikush me përvojë mund të jetë shumë e vlefshme për ju. Peshqit. Të lindur më, 19 shkurt, 20 mars. Në marrëdhëniet personale do të ndjeni një dëshirë për të bërë ndryshime të vogla që do të përmirësojnë marrëdhënien tuaj. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga dikush që ka interesa të përbashkëta, prandaj jeni të hapur ndaj njohjeve të reja. Në punë, dita është e mbushur me mundësi për të mësuar diçka të re ose për të marrë pjesë në trajnime të dobishme. Mos u tërhiqni nga përgjegjësitë, sepse do të fitoni siguri dhe besim në vete. Shëndeti është i mirë, por mos neglizhoni pushimin dhe ushqimin e shëndetshëm. Financat do të përmirësohen ngadalë, sidomos nëse tregoheni të kujdesshëm me shpenzimet.
Dita është e përshtatshme për të bërë plane afatgjata financiare. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.